Përshëndetje të dashur fëmijë. Përralla e sotme titullohet Vajza dhe ujku. Në një fshat të largët, ku Debora nuk di të shkrijë as në ditët e nxehta të korrikut, e bredat e lartë nuk e heqin kurrë fustanin e bardhë nusëror, jeton një djaltërime i mençur me emrin Eri. Netëve të ftohta pranë xhakut, Eri dëgjon me ëndje rrëfenjat e gjyshit e ai fillon e ëndëron, duke u bërë personazhi kryesor i përrallave të tij. Veçse, këtë natë, gjyshi vendos t'i tregojë një rrëfenjë të vërtetë, e cila nuk është as legjend e as përrallë, por është historia e një ujku që dikur kishte qenë njeri. Ai kishte qenë një djalë i ri i pashëm, i dashuruar me vajzën më të bukur të malit, por ajo vuante nga një sëmundje e rëndë dhe babai i saj, një njeri i keq, të cilit të gjithë fshatarët ja kishin frikën, e nxori një natë fshehtas të shoqes dhe e la në majën më të lartë, aty ku ujqit çdo natë i këndonin hënës. Një ujkonjë, e cila sapo kishte lindur edhe ajo, dhe që e dinte mirë çdo të thoshte nën, e mëkoi me qumshtin e saj, bashkë me këlyshët e saj, dhe vajza e bukur filloi ta merrte veten ngadalë. Që djali të mund të jetonte pranë të bukurës, ai shkoi te shtriga e malit dhe i kërkoi asaj ta shndërronte djalin në ujk, që ai të kishte mundësi të rinte pranë të dashurës së tij. Shtriga e lajmëroi se nëse do të bëhej ujk, ai nuk do të mund të kthehej më kurrë në gjendjen e mëparshme, por djali as nuk donte t'ia dinte. Për të kishte rëndësi që të ishte pranë saj dhe vetëm kaq. Por kur vajza u bë mirë me shëndet, ditën kur ujqit ishin në gjumë dhe vajza shëtiste e qetë në përpyll, një gjuetar kaloi aty pranë dhe duke u paraqitur si heroi që po e shpëtonte nga egërsirat, ai vrau 2 prej ujqve, e mori vajzën në vithe të kalit dhe zbriti me të në fshat. Babai kishte gënjur se vajzën ja kishin marrë natën disa hajdut dhe edhe pse askush nuk e kishte besuar, çështja ishte mbyllur pas një diskutim. Babai, nga frika se mos vajza së mori prap e që të mos përsëritej i njëjti krim, i dha leje gjuetarit ta merrte vajzën për grua. Gjahtari bëri një dasëm të madhe, e ndërsa ujqit vajtonin humbjen e vajzës dhe vdekjen e 2 prej antarëve të kopes, banorët e fshatit hanin, pinin e këndonin. E atë natë, edhe hëna i bëri syt 4 nga pabesia e njerëzve. Djaloshi ujk e vajtoi tërë natën e çdo ditë filloi të zbriste në fshat e shikonte të dashurën e vet, e cila as që nuk e dinte për ndjenjat e ujkut, e që dikur ai ujk kishte qenë një djalë i gatshëm të kthehej në ujk për të e të linte familjen e tij në dhimbje. Vajza vallëzonte e dashuruar në krahët e gjahtarit hero, e gjahtari ndihej edhe i lumtur edhe vrasës, që vetëm për t'i treguar vajzës trimërin, ju desh të vriste 2 ujq. Pas një viti, vajza dhe gjahtari lindën një djalë. Kopeja e ujqve ishte betuar se pas lindjes së fëmijës së parë, ata do ta sulmonin shtëpinë e gjuetarit dhe do ta rrëmbenin atë fëmijë si dënim për vrasjen e ujqve. Por zemra e zbutur nga dashuria e pastër, pa xhelozi, e djaloshit ujk nuk mund të lejonte që në dieni të tij dikush të lëndohej. Ai ju lut kryetarit të kopes të hiqnin dorë nga kjo hakmarrje, sepse fëmia dhe ëma
ishin të pafajshëm e ata do të lëndoheshin më shumë nga të gjithë. Por kryetari i kopes nuk donte të arsyetonte. Ata zbritën në fshat në një natë kur hëna ishte sa një thele holl e patull e një bostani. Djaloshi ujk i ndoqi pas pa një plan. Por atë natë ndodhi që gjahtari, por as babai i tij lak nuk ndodheshin në shtëpi. Ata sytë e trembur të së dashurës së tij tek shtrëngonte fort foshnjë në gji, ja zbutën djaloshit ujk zemrën e dashuruar. Ai doli përpara kryetarit duke hungëritur. Ti nuk do të guxosh të merresh me një grua dhe një fëmijë të pambrojtur. Kryetari u lëriu duke i kërkuar të largohej që aty, ose do ta përzinte përjetësisht nga tufa. Por djaloshi ujk e ftoi kryetarin në një duel ujqsh, dhe kështu tufa u tërhoq, dhe vajza për herë të parë e pa me dashuri ujkun që i shpëtoi atë dhe fëmijën. Ditën tjetër, kryetari i tufës e ftoi në duel djaloshin ujk, dhe siç dihet, duke qenë se djali nuk kishte vetëm forcën e ujkut, por edhe mençurinë e njeriut, e fitoi duelin. Ai nuk e vrau ujkun, as nuk ja mori kryesinë e tufës. Ai vetëm i kërkoi ujkut dhe kopes të rinin larg njerëzve që ai donte dhe të vazhdonin të ushqeheshin si zakonisht, duke vjedhur natën ndonjë dele nga stani. Ndërsa vet ujku zbret çdo natë dhe shikon se sa e lumtur është vajza që ai do. Ajo përralli mbeti në mendje erit, i dukej se ujku ne ka pasur aq pranë dikur, kur ishte foshnjë, por nga foshnjëria shumë pak mbahet mend. Ai filloi të kujtoi se gjyshi i tij nga nëna nuk e ka vizituar kurrë, madje ai e kishte parë gjithsej vetëm 2 herë. Atë natë, priti sa gjyshi doli nga dhoma e tij duke menduar se djalin e zuri gjumi dhe u ngrit e shkoi tek parvazi i dritares. Hëna hodhi dritë mbi një lëkurë të zezë që lëvizte drejt portës së tyre. Sytë e djalit u ngulën mbi hijen që lëvizte, dhe pa u trembur as pak, ai doli jashtë dritares. Në fillim ju duk se një qen po i afrohej, por pastaj ju kujtua përralla e gjyshit. Ujku ju afrua djalit, por asnjëri prej të dyve nuk u tremb. Ujku e njihte prej vitesh djalin, e kishte vizituar çdo ditë, ndërsa tani djali e dinte të gjithë historinë e ujkut. Si në një marrëveshje të heshtur, ata qëndruan gjithë respekt përballë njëri tjetrit. Djali përballë atij që dikur i shpëtoi jetën nga lukunia e ujqve, dhe ujku si krijesën të cilën e mbrojti për vite me radhë nga lloji i vet. Ujku ktheu kokën nga dritarja e kuzhinës, ande nga duke fytyra e bukur e nënës së erit, tek lante pjatat e darkës dhe këndonte nënza. Si e kundroi një cop herë, ujku pa nga djali, si t'i kërkonte të hynte sërish në dhomë. Djali e kuptoi mesazhin, hypi në parvaz dhe ka përceu brenda. Ujku vazhdoi ta ndiqte me sy dhe u largua vetëm kur djali, pasi kishte mbyllur mirë dritaren, uli perden dhe ju afrua krevatit të tij.